masën e kremit. Tek fërgesa, një fërges me speca dhe me djath. Rahim. Presim qepën imët, një qep të bardh. Në fillim shtojmë vaj bimor, edhe pak gjalp. Një tretje shumë e mirë. Tashmë ju e dini që bashkëpunimi dhe i gjalpit me të vajt bë një prezantim akoma dhe më të mirë të gatimit. Kam specat kuj, speca e shil, çfarë të dëshironi ju, çfarë të ketë frigoriferi juaj. Fërgesat janë gjithmonë të preferuara. Atëhere, largoj farat. Opa. Nga specat. Këto mos i largoni, mos i hidhni, ruajni. Në një bulion, në një... Ruajni sepse shumë mirë kur ju bëni salcën. Atëherë. Ti vure kështu të plota, të pa grira në copë. Të plota. Me një larje shumë të mirë, sidomos të bishti. Që janë këto. Kuqet janë me tull, antioksidant, vitamin C, shumë të shëndetshme. Shtoj pakos fare krip dhe normalisht vendos edhe tiganin. Kapaku në tigan. Këtu kam qepën. Ja. Sikurse filloj edhe merrem me prerjen e domates. Më duhet gjizë, djath, të lutem djath. Ku flasim të djathit më me atë djathin që shkrijet, atë që shkrijet. Atë djathin e grirë, jo këtë bardhin që kemi vjerë aty. Atere, ne kemi këtu plot. Cheddar mozzarella. Kemi dhe gudën. Do të këtë që nga nati të frigoriferi. Të gjitha bashkë. Po besoj njëra në del. Njëra për paketimeve. Do t'i balancojnë të gjitha shishet, themon. Mos ma vini re se... Pra edhe krem të bardh, pra edhe djath të bardh, edhe djath të grirë. Mozzarella dhe cheddar, dhe bën atë më të lidhur për zjerjen. Zemrën. Dhe me recetën e parë të fërgesës për këtë sezon, e shpallim të hapur sezonin e fërgesave të ndryshme që do sjellim për ju. Me lloje të ndryshme specash, me kombinime të ndryshme. Por mos harroni gjithmonë duke i shoqëruar me djath. Fërgesa e do pak djathin, po fërges me të brëndshme, fërges me mëlqi, me gjitha llojet e fërgesave. Sot e kemi zgjedhur me speca dhe me djath. 1 kilogram speca të kuq ose jeshil, 2 domate mesatare, 200 gram gjiz ose djath i bardh, 100 gram djath i but, 3 lug gjelle gjalp, 1 lug vaj ulliri, 1 qep e vogël, 1 lug gjelle miell, krip, piper i zi, pak rigon ose majdanoz, fërges me speca dhe me djath. Kjo është receta jone e dytë, pas cheesecake-ut. Kemi sjell 3 mënyra tani për t'ia shtuar specave, 3 lloje djathrash, cheddar, mozzarella, djath të bardh dhe pak gjiz, pra edhe me gjizën do ta bashkojmë. Fillimisht gjalpin dhe vajin e ullirit, kemi shtuar specat në të. I kthejmë pak sa. Ka nevojë të skuqen shumë, sa të zbuten, marrin dhe këtë shpërqimin, dhe kapaku i ndihmon për të zbutur nga avujt. Opa, e lë këtu. Shtojmë pra aty qepën. Sërisht kapakun. Okej. Domatet i kemi gati, pasi të bëhet qepa, do shtojmë edhe domatet. Domatet, patjetër. Domatet duhet jenë të tilla, jo imët fare, të duke domatja. Po, në kubik. Sigurisht do t'i bashkojmë pastaj edhe djathin, masën e kripës, të gjitha erzat.
sepse unë s'kam se ja u bëj të vështirë gjendjen, ku nuk është. Pra, të gatuajmë me lirshmërinë. Edhe djatin tjetër, edhe djatin e grirë. Asaj, djatin e grirë në fund fare është që të japësh, është ajo, qërshia mbi tort. Sigurisht, djathrat në fund dështohen, sepse nuk ka absolutisht asnjë arsye që të zgjedhet të gatuhet bashkë me specat, i humbasin vlerat, plus që nuk na jep ato shijen e dëshiruar. Duam atë ngrohtësinë e fundit, dorën e fundit të hedhjes së përbërësve, ndërkohë i lëm pak qepën, i lëm dhe domaten më pas publicitetit, ne që ta lëm të bëhet tamam recetën, pas reklamave, rikthehemi për të parë përfundimin e fërgesës. Po. Çdo gjë nga pak skuqje, jo shumë të skuqura, sepse e dëmtojmë recetën tonë. Do të kalojmë në publicitet, ju presim pas saj. Ndërkohë, tani fërgesa. Të dyja janë njësoj, cheddar dhe mozzarella. Për djathrat e tjerë që i shtojnë fërgesës, fërgesën me speca të kuq dhe djathra. I kemi kaurdisur, specat, qepën. Ja, derisa domaten gjithashtu dhe djathin. Shumë e mirë duket. Edhe po ta shihni kështu nga sipër, ju fton për ta ngjyrë me bukë. Ja, kur themon ajo duhet ajo pjesa e shkrirjes së djathit, dhe këtë e keni te mozzarella. Po të doni ju, mund ta vendosin në furnë, të kundër tuk e vendosin, një kemi jepur një pjatë sushi të madhe. Besoj një bardh shkon më mirë me këto specat tona. Një të madhe, kej më të madhe në mere. Thuaj tha një fjalë të madhe. Më të madhen. Thuaj një fjalë të madhe, tha. Po të dua me spërkasi me majdanos, për mendimin tim ose spërkasi, por nëse dëshironi, ja unop me vrap, tak, marë një spec djegës. Po, me pak fara speci djegës do ishte më... Këto të veçlit janë tamam të duhur. Kaq. Dhe... s'ma ke sill më të madhe? Shkrojmë, po se pjeta ato më të madhe. Opa. Prap mirë e mori shumë mirë. Shiko, nga djathi, sepse vetëm djathi i shkrirë, i grirë, sjell të gjë. Po. E largoj edhe një sistemim dhe me shumë dashuri dhe vendos pak hudrat në vaj. Unë i kam dhënë dhe një vlim, dhe një zjerje të vogël, duhet këta të zjerjen, më me pak. Opa, këtu. Receta e dytë është gati, menuja. Mund vini ta merrni dhe ta provoni. Pra edhe fërgesa me speca të kuq, me domate dhe me djathra, ka përfunduar.